Endri Shabani përfundon në drejtësinë kushtetuese. Partia Demokratike do të vazhdojë betejën e saj për avokatin e popullit në gjykatën kushtetuese. Ajo dorëzoi kërkesën e saj me 3 pika. PD i kërkon trupës gjyqësore që të bëjë verifikimin e gjithë procedurës që çoi në zgjedhjen e Endri Shabanit si avokat të popullit. Për demokratët, ajo është në shkelje të ligjit themeltar dhe për këtë arsye i kërkojnë kushtetueses që ta pezullojë nga detyra deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. Me kërkesën për pezullim deri në shqyrtimin në themel të çështjes, do të thotë që gjykata kushtetuese do të duhet të shprehet shpejt pasi së pari të ketë vendosur nëse do ta pranojë ose jo kërkesën e PD-s. Endri Shabani u zgjodh avokati i popullit me 85 vota të socialistëve dhe socialdemokratëve. Kandidatura e tij u bë e mundshme për votim në parlament pasi siguroi firmat e deputetëve demokrat. Këta të fundit e kundërshtuan procedurën, të roqën firma dhe u deklaruan se Endri Shabani nuk ishte kandidaturë mbështetur nga PD-ja. Për Partinë Socialiste, procedura ishte e rregullt dhe ata votuan kandidaturën më të mirë të propozuar me firmat e Partisë Demokratike. Fjala e fundit i takon gjykatës, nëse procedura që uli në karrikin e avokatit të popullit, Endri Shabanin, ishte kushtetuese ose jo.